Sa i përket çështjes shumë të ndërlikuar dhe komplekse të pronave në Shqipëri, nuk besoj se ka vend tjetër në këtë zonë të botës apo në këtë rajon tonin ku të drejtat e pronës kanë qenë kaq në ndrysni. Gjatë 35 viteve të fundit na është dashur të trajtojmë një material kaq kompleks sa që është realisht një nga vështirësitë më të thella dhe më të ndërlikuara me të cilat jemi përballur. Sepse kalimi nga një vend me pronë tërësisht shtetërore, ku prona private nuk lejohej dhe nuk lejohej as zotërimi i një automjeti privat, apo nuk mund ta ndërrojë një automjet privat. Kaluam në një situatë ku shteti humbi tërësisht kontrollin mbi territorin. Dhe pati një boom jashtëzakonisht të madh demografik pas rënies së regjimit komunist. Dhe këto lëvizje ndikuan në formësimin e territorit dhe se si perceptohej prona. Sepse ndërkohë që kishim pronarët e vjetër që mendonin se e lirinë erdhi dhe momenti i tyre për të marrë pronat dhe që pronat do t'u ktheheshin. Nga ana tjetër, duhej të përballeshim gjithashtu me një sulm të plot mbi tokën dhe një numër të jashtëzakonshëm zhvillimesh që praktikisht u bën shtresa e re e pronësisë, le të themi, që nuk vinte përmes titujve legjitim të të shkuarës, por përmes zënies së tokës. Dhe përtej kësaj, megjithse për arsye misterioze, regjimi komunist nuk e dogji arkivin e pronave, por i mbajti dhe ruajti me shumë siguri. Por ajo që ndodhi me arkivin në vitin 90 ishte katastrofe vërtet. Kështu që në këtë kuadër trashëguam një shtresë tjetër pronësie që ishte shtresa e titujve të falsifikuar të pronësisë. Kështu që të zgjidhësh dhe të zbërthesh të gjithë këtë është sfidë dhe vështirësi e vërtet që ka të bëjë me kompromise shumë të vështira dhe shumë të dhimbshme, sepse nuk është e mundur që të gjehet, le të themi, një pastërti e plot në një tjetër. Dhe përveç kësaj, kishim edhe një gjyqësor që ishte jashtëzakonisht shumë i përfshirë në nga të rresa të mëtejshme që duke humbur kështu sipërfaqe të mëdha shtetërore që i përkesin shtetit dhe që i përkesin publikut. Përmes vendimeve të gjykatave, të cilat janë të pabesueshme, janë mahnitse sa i përket autoritetit të tyre. Nuk besoj se ka një vend tjetër ku mund gjesh vendime gjykate që i japin ankemuesit më shumë se sa kërkon. A mund të imagjinoni dikë që shkon të kërkoj, le të themi, 5 hektar dhe merr 200 hektar nga vendimi gjykate. Dhe kjo është e qartë se dhe si. Na u desh pra të hartonim legjislatën të ri, që ishte gjithashtu i komplikuar, sepse
Një vendim që besoj se ishte vendim I mirë dhe ishte një prej pak vendimeve që Parlamenti mori me konsensus në fillim të viteve 90 për t'i dhënë të gjithë fermerëve një shkresë, një fletë për përdorimin e tokës, u kthye në një rrugë tjetër abuzimi, sepse nga përdorimi I tokës u kthye në përvetësim të tokës. Dhe kemi parë edhe plazhe të cilat janë përvetësuar në këtë kuadër. Kemi parë det të përvetësuar në këtë mënyrë. Nuk besoj se në përvojën tuaj mund keni parë diçka të tillë në kadastrën e një vendi ku ka pronarë të detit, parcela të det. Hartuam legjislacion e ri, punuam më shumë kusht me partnerë të përkushtuar dhe morëm edhe dritën jeshile nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut në Strasburg lidhur me qasjen tonë të re. Megjithatë, edhe sot e kësaj dite duhet përballemi me probleme sepse disa gjyqtarë kanë vendosur se mund të marrin sot vendime bazuar në ligje të së djeshmes, nga ligji I ri në zbatim për kompensimin mund të anashkalohet dhe vendimet e gjykatave që krijojnë barë të shtuar mbi financat e shtetit mund të jepen edhe sot. Që situata është e komplikuar, nuk po ankohem tu, thjesht po shkëmbej një përvojë tonën me ju. Not easy path to bullshit you with Dhe nuk po zgjedh le të themi rrugën e thjeshtë për t'ju thënë me lule se sa e mirë është puna jone në këtë vend, por po ju kënaq si të ftuar me pak argëtim. Dhe faktikisht argëtuese kur e sheh nga jashtë se diçka e tillë. Është një telenovel e pafund dhe e ndërlikuar, por ama nuk u dorëzuam. Po bëjmë punën tonë, po punojmë më fort dhe besoj se teknologjia e re po na ndihmon shumë të trajtojmë ato që ndryshe do të ishte e pamund të trajtohej. Mund të besoni se është egzagerim, por është episod faktik I jetës reale në Shqipëri.